Përshëndetje. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, patëm një prezantim nga drejtimi i Bankës Shqiptare të Zhvillimit në lidhje me ecurinë dhe zhvillimet më të fundit në këtë institucion financiar. Ky institucion i cili është konceptuar për të ndërtuar me një kapital prej rreth 10 miliard lekësh ose 100 milion euro, është institucion financiar i cili do të ketë një potencial të plot për të financuar nga minimalisht 500 milion euro deri në maksimalisht 1 miliard euro. Koncepti i bankës është që të financojë ato sektor të cilët janë të nënfinancuar, të financojë ato ndërmarrje të cilat nuk kanë akses në financë, si dhe të financojë dhe projekte strategjike të qeverisë shqiptare. Ndër sektorët kryesor që kemi identifikuar dhe që janë identifikuar dhe nga ky institucion, janë sektori i bujqësisë, është agropërpunimi, janë projekte infrastrukturore strategjike për vendin, janë SME-t, janë banesat sociale, është inovacioni dhe digitalizimi, si dhe projekte të tjera që kanë të bëjnë me energjinë, me eficiencën e energjisë e kështu me radhë. Ky është një institucion i cili do të jetë një vlerë e shtuar në tregun financiar shqiptar, do të jetë një institucion që do të jetë komplementar dhe siç përmenda, do të financojë pikërisht ato sektor të cilët nuk kanë akses në financë apo që janë të nënfinancuar. Ju faleminderit. Klajdi Bodri, Syri Televizion. Fakt, këtë pyetje që do bëjë sot, do bëra para disa javë. Vazhdo Unë besoj që në lidhje me këtë pyetje ju keni marrë përgjigje nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë herën e fundit. Modeli që kemi zgjedhur është një model dhe mos i ngatrojmë me PPP-t. Ky modeli është model koncesionar, ku rruga ndërtohet nga investitori privat, të gjitha shpenzimet bëhen nga investitori privat, nuk ka angazhim buxhetor dhe nga ana tjetër pas një periudhe, kur mbaron periudha kontrata e koncesionit, ky aset kalon në asetet e shtetit shqiptar. Është një model i cili aplikohet gjërësisht në shumë vendet e Europës, kështu që unë nuk shoh se ka ndonjë problem në rastin konkret. Paratë që ne kemi aktualisht në buxhet mund t'i hedhim në sektor të tjerë, siç është shëndetësia, siç është arsimi e kështu me radhë. Unë besoj që ju e morët përgjigjen lidhje me këtë pyetje dhe siç ju thash, është strategjia e qeverisë për të vendosur se paratë të cilat mblidhen në buxhet, se ku do të investohen, si do të investohen dhe kush janë sektorët, ku do të shkojnë këto para. Tjetër kemi? Jo. Përshëndetje të gjithëve. Në vijim të asaj që prezantoi kolegu Malaj, dhe unë dua të flas për një program të cilin ne sot e diskutuam sërish në mbledhje të qeverisë, programin dyfishos i përmarrjen tënde.
i cili zyrtarisht do të hap dyert për të gjithë sipërmarrjen shqiptare, nga data 1 korrik. Ne diskutuam për programin e komunikimit që do të bëjmë për këtë program, pasi është shumë e rëndësishme që bizneset të shtrira në të gjitha qarqet e vendit të informohen mbi mundësinë dhe potencialin që ato kanë për të financuar nëpërmjet këtij instrumenti, i cili është bërë i mundur në fal të bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë, e cila ka vënë në dispozicion një fond prej 250 milion eurosh, qeverisë shqiptare, e cila këtij fondi prej 250 milion eurosh i ka shtuar një garanci sovrane, e cila do të mbulojë deri në 70% të kolateralit të bizneseve që do të aplikojnë, duke bërë të mundur që bizneset të financohen me një normë interesi nga 2 deri në 3%, sipas niveleve të riskut. Është e rëndësishme që të gjithë bizneset të informohen mbi çfarë potenciali ka ky program. Ne do të financojmë të gjitha SME-t në fushët, në sektorët kryesorë të ekonomisë, të cilët kanë nevojë për financim me qëllim rritjen e produktivitetit, me qëllim marrjen e certifikimeve, me qëllim rritjen e eksporteve, me qëllim aksesit në tregjet europiane. Është e rëndësishme që të ketë komunikim, informim dhe transparencë mbi këtë program. Prandaj ne kemi përcaktuar një sër masash komunikative, në të cilat neve dhe do t'i monitorojmë me qëllim që të sigurohemi që bizneset shqiptare do të marrin financimin e duhur dhe do të arrijnë që të mbështeten me qëllim modernizimin e infrastrukturave të tyre, me norma të ulta interesi dhe me kërkesa të ulta për kolateral. Nga ana tjetër, në mbledhjen e qeverisë, ne diskutuam Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, paraqiti dhe u miratuan 2 akte të rëndësishme. Ne rishikuam strategjinë kombëtare të punësimit, e cila u rishikua në këndvështrimin e zgjerimit të aktivitetit të garancisë rinore. Një instrument i cili i dedikohet të rinjve dhe të rejave dhe mundësive më të mëdha për të rinjt dhe të rejat që duan të punësohen, të cilët nëse nuk kanë një aftësi, do të aftësohen nëpërmjet programeve të aftësimit të Agjencisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësim, apo do të ndërmjetësohet një vend pune, apo do të trajnohen, apo do të financohen nëpërmjet programeve të vetpunësimit. Dhe këtu marr rastin që të informoj që deri ditën e nesërme ne vetë kemi të hapur thirrjen e programit të vetpunësimit për të gjithë të rinj dhe të rejat që kanë një ide, kanë afat deri nesër për aplikimin për programin e vetpunësimit. VKM-ja tjetër, e cila u miratua në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, lidhet me programin Hospitality Albania. Është një program i cili menaxhohet nga Korporata Shqiptare e Investimeve, e cila brenda programit parashikon menaxhimin e 2 strukturave qeveritare, strukturën qeveritare të Vlorës, të vilave qeveritare në Vlorë dhe strukturën e vilave qeveritare në Velipoj. Qëllimi kryesor i këtij programi është që asetet shtetërore dhe brenda të gjithë vizionit të Korporatës Investimeve, asetet shtetërore të mund të rikualifikohen dhe të mund të shfrytëzohen me qëllim fitimi në bashkëpunim me privatin. Sigurisht dua të theksoj dhe të nënvizoj këtu që bashkëpunimi me privatin lidhet me menaxhimin e kapaciteteve shtetërore, por në asnjë rast prona shtetërore nuk i transferohet privatit. Pra, VKM-ja që sot miratuam i çel rrugën AIC-s në mënyrë që të diskutoj dhe mbi pronën, jo mbi godinën, por mbi sipërfaqet e truallit që rrethojnë godinën, pasi duke qenë se ka mbivendosje me pronë private dhe pronë shtetërore, AIC-ja nëpërmjet VKM-s së sotme autorizohet që të diskutoj dhe të bëjë një qartësi mbi ku është prona publike shtetërore dhe ku është prona private, me qëllim që t'i hapet rruga zhvillimit të programit Hospitality Albania. Këto ishin aktet që u miratuan në Këshillit të Ministrave për Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit dhe nuk e di nëse keni pyetje. Fiorella Beleshja, Dysenen. Zonja Ministre, pak ditë më parë, ose disa ditë më parë, kryenegociatorja tha që janë 42 marrëveshje ndërkombëtare që duhet të rishikohen në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian për t'i futur ato në kornizat e Bashkimit Evropian.
A ka ndonjë shqetësim për ndonjë marrëveshje të caktuar apo specifike Bashkimi Evropian përsa i përket marrëveshjeve të fermosura mes qeverisë shqiptare dhe atyre paleve të huaja dhe çfarë do thotë për të futur ato në kornizën e Bashkimit Evropian? Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt, puna që qeveria shqiptare është duke bërë në drejtim të gjithë detyrave që ne kemi për të zbatuar për antarësimin në Bashkimin Evropian për gjithë procesin e integrimit, është një punë e jashtëzakonshme që prek të gjitha aspektet e jetës së qeverisjes, por e të jetës së njerëzve. Një nga komponentët që lidhet me procesin e integrimit janë dhe negociatat që ne kemi për kapitujt që lidhet me marrëveshjen e tregtisë lirë dhe me marrëveshjet ndërqeveritare që qeveria shqiptare ka bërë në të kaluarën. Sigurisht që Bashkimi Evropian ka një politikë të tijën për sa i përket marrëveshjeve të tregtisë lirë me vende të caktuara. Ndër vite, Shqipëria ka lidhur marrëveshje të tregtisë lirë, po dhe të formave të tjera me vende të ndryshme dhe dal nga dal këto marrëveshje duhet të linjëzohen me marrëveshjet që ka Bashkimi Evropian, pasi në momentin që ne do të jemi vend antar i Bashkimit Evropian, do të hymë në kornizën e marrëveshjeve të tyre dhe do duhet të zbatojmë marrëveshjen e tyre. Pse kërkohet që të ketë disa ndryshime në marrëveshje ekzistuese është sepse momentin që ne do të hymë në Bashkimin Evropian, nëse kemi detyrime të cilat lindin nga marrëveshjet bilaterale me vendet, potencialisht mund të krijohen kosto për Bashkimin Evropian me qëllim zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Është një procedurë e cila është standarde, procedurat të tilla dhe të ngjashme ne kemi edhe për marrëveshjet e njohjes së pensioneve, edhe për çdo marrëveshje dypalqe ndërkombëtare që ne kemi pasur si shtet para se të kishim objektivin apo para se ta kishim në afat të shkurtër dhe të arritshëm objektivin e integrimit në Bashkimin Evropian. Sabina Nika nga MCN në televizion, pak ditë më parë, kompanitë e naftës paralajmëruan se me pretendimin se gjatë ngritjes së bordit të transparencës, çmimi i naftës është vlerësuar nën kosto dhe kanë paralajmëruar pa ditë dhe kërkesë dëshpërblimi nga shteti. A mund të dim nëse Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit si dhe Ministria e Ekonomisë e Financave ndjes ka marrë parasysh letrën drejtuar jush dhe nëse keni një mendim apo çfarë mendoni për pretendimet e ngritura ndaj bordit? Në fakt, bordi i transparencës ka qenë një çështje që është diskutuar gjërësisht, jo vetëm në 2-3 muajt e fundit që prej fillimit të krizës në linjën e mesme, por është diskutuar gjërësisht edhe gjatë krizës së 2022-shit, kur çmimet e energjisë u rritën në mënyrë të ndjeshme dhe kur në fakt neve e përfshim në legjislacion si instrument për të bërë një monitorim dhe një kontroll të çmimit të karburanteve. Është një mekanizëm të cilin ne si filozofi politikbërje nuk e përdorim, pasi neve besojmë tek tregu dhe kemi zgjedhur të jemi në një ekonomi të hapur. Megjithatë, në momente të caktuara, me qëllim që të mbrojmë interesin publik, ne kemi ndërmarrë masa të tilla. Jemi të vetëdijshëm që marzhet e përcaktuara dhe formula e përcaktuar në aktin i cili parashikon ngritjen e bordit të transparencës është një formulë shumë restriktive, që do të thotë që në kohën kur neve e kemi dizenjuar atë formulë, kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim. Është një eksperiencë që ne kemi pasur si thash në 2022-shën, kur periudha e krizës zgjati, por edhe bordi zgjati dhe e vërteta është që kompanitë, le të themi, nuk kaluan në një krizë të thellë, pasi ne kishim marrë parasysh atë marzhin. Ne jemi duke bërë analizat tona, pasi e kemi marrë kërkesën e kompanive hidrokarbure, me qëllim analizimin e të gjitha kostove që kompanitë kanë, dhe për një vendimmarrje të mëtejshme nëse jemi në
në moment, pra nëse analiza ekonomike na tregon se duhet apo nuk duhet të ndryshohet formula. Është një vendimarrje që do një analizë të thelluar, pasi çështja e çmimeve të karburanteve është një çështje shumë delikate që prek konsumatorë të gjerë, por edhe biznese, ndaj edhe ne jemi duke treguar kujdesin e duhur që analizat ta bëjmë të thelluara dhe pa diskutim që do dalim me një konkluzion. Megjithatë ne shpresojmë sigurisht që kriza në lindjen e mesme të mbarojë sa më parë dhe të dalim nga ky regjim, pasi nuk është një politikë që ne na pëlqen të ndjekim. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Me shumë kënaqësi sot njoftoj që kemi miratuar në qeveri një projektligj shumë të rëndësishëm për sektorin e energjisë elektrike dhe në fakt projektligjin e rregullimit të sektorit të energjisë elektrike. Duhet kuptojmë që reformat energjetike ndodhin një herë në 10 vjet apo 15 vjet. Ligji më parëshëm ishte i vitit 2015 që bëri transformimin e sektorit energjetik në Shqipëri, por dhe ju përgjigj gjitha sfidave të kohës. Kishte ardhur momenti për të bërë një projektligj të ri që rregullon dhe implementon gjithë kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian, por jo vetëm. Ky projektligj i ri që ne kemi miratuar sot në qeveri dhe që miratohet në parlament shumë shpejt besoj, ka disa elemente shumë të rëndësishme. Së pari, për sa i përket rregullimit të sektorit të energjisë elektrike, e fut Shqipërinë në një koncept komplet të ri, duke futur dhe duke parashikuar dhe për kufizime dhe elemente tjerë që nuk ishin në ligjin e mëparshëm, siç është depozitimi apo storage që quhet, apo forma të reja agregimi për vetë konsumatorët, që kanë shumë interes për gjithë qytetarët dhe për bizneset, por edhe gjithë rregullimin e sektorit energjetik, duke e futur në fazën e re të aty ku ndodhet Shqipëria, që sot nuk kemi më vetëm burime energjie hidrike dhe jemi në faza, le themi, mungese sigurie furnizimit me energji elektrike. Sot ne jemi në një fazë komplet tjetër ku energjia fotovoltaike ka kaluar mbi 10% të prodhimit të brendshëm të energjisë elektrike. Energjia rinovueshme ka marrë një hovë të ri ose me anë të ankandeve, ose me anë të ndërtimeve dhe zhvillimeve në tregun e lirë. Dhe në këtë kuptim, ky rregullim vjen i këtij sektori të ri, i ligjit të ri të sektorit të energjisë elektrike, vjen si një moment shumë domethënës për etapën ku ndodhet sot Shqipëria. Projektligji ka kaluar në gjitha fazat e konsultimit me grupet e interesit, kemi bërë mbi 2-3 tryeza me grupet e interesit, ku janë marrë në konsiderat gjitha komentet e tyre. Elementi i dytë, që po ashtu është shumë i rëndësishëm për këtë projektligj të sektorit të energjisë elektrike, është komponenti i integrimit evropian. Projektligji i sektorit të energjisë elektrike ishte detyrim i Shqipërisë në kuadër të integrimit evropian, por jo vetëm, ishte edhe detyrim në kuadër të growth plan apo planit të rritjes, ku me miratimin e tij Shqipëria do marrë dhe ndihmë financiare nga Bashkimi Evropian. Pra një nismë shumë e mirë dhe shumë kënaqësi nga ana ime që ta propozoja sot në qeveri dhe të miratohej. Një nismë tjetër përsëri që lidhet me ndryshime transformuese të sektorit energjetik ishte edhe një miratimi i një impjanti energjie fotovoltaike me kapacitet 96 mega. Pse doja ta theksoja këtë? Sepse është e rëndësishme të kuptojmë që sot Shqipëria ka hyrë në një fazë tjetër transformuese për sa i përket energjisë elektrike. Energjia rinovueshme fotovoltaike po merr një zhvillim shumë të madh për shkak të gjitha reformave që ka marrë qeveria shqiptare dhe sot gjendemi në një moment që po them për t'ju dhënë një shembull, kaskada Fierze sot është e fikur për shkak se prodhohet nga energjia fotovoltaike. Në fund të ditës, gjitha ato gjëra që janë thënë vitet e shkuara dhe ku kërkonim që ne të arrinim në sektorin e energjisë elektrike, gjendemi sot që kemi këto burime të reja të energjisë rinovueshme që ndihmojnë në rritjen e sigurisë së furnizimit me energji elektrike në Shqipëri. Faleminderit. Zoti Ministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, doja të dija në çfarë faze jemi aktualisht me aeroportin e Vlorës, duke patur parasysh zhvillimet e javëve të fundit dhe duke qenë se turizmi është një ndër prioritetet kryesore të qeverisë që ju përfaqësoni. Faleminderit. Aeroporti i Vlorës, siç tashmë fatkeqësisht do thoja për sa i përket qeverisë shqiptare, është bërë mediatikisht e njohur kudo, ka një mosmarrveshje tregtare, civile,
ndërmjet dy ortakëve të tyre. Duhet të theksojmë faktin që këto ortak kanë ardhur vetë me anë të një marrëveshje bashkimi shoqërish dhe kanë ofertuar për të ndërtuar aeroportin e Vlorës. Ka një mosmarrëveshje tregtare ndërmjet tyre, e cila patjetër është bërë edhe publike dhe mediatike dhe ka dhënë edhe një lloj le të themi impakti për sa i përket optikës së dhe imazhit të këtij aeroporti. Dohet të theksoja disa gjëra. E para një herë, Ministria gjatë gjithë kohës ka qenë shumë e kujdesshme në gjitha komunikimet me operatorët. Pse? Normalisht ne duam që të zbatojmë kontratën koncesionare. Megjithatë, unë i kam dërguar një shkresë së fundmi, ku i kam kërkuar në mënyrë absolute që mosmarrëveshjet tregtare civile që ato kanë me njëri tjetrin nuk duhet të jenë shkak për bllokimin apo mos operimin e aeroportit Vlorës, duke i vendosur po ashtu një afat 30 ditor që të zgjidhin këtë mosmarrëveshje civile që kanë me njëri tjetrin dhe duke u angazhuar edhe unë si ministër dhe si ministri që nëse kanë të nevojshme të ulemi dhe të gjejmë të ndihmojmë për të gjetur një xhut përbashkët. Fakt është që dhe ju e keni parë gjithë, që aeroporti ka ecur në punime të avancuara, pra është ndërtuar, pista është ndërtuar dhe jemi në përfundim, nuk mund të ta them fiksësazh përqindja e punimeve, por është shumë evidente, secili nga ju e ka parë në imazhe të bëra publike që aeroporti ka ecur mirë për sa i përket avancimit të punimeve civile. Patjetër që ne do marrim gjitha masat e nevojshme që aeroport të përfundojë dhe të jetë operativ sa më shpejt. Përfundimi i tij patjetër do bëhet në mënyrën sa më të shpejtë të mundshme, sipas afateve që vetë kompanitë kanë kërkuar për t'i vënë. Ndërkohë, po ashtu elementi i rëndësishëm që dua ta theksoj, faktin që për çdo ditë vonese dhe për çdo muaj vonesë ka penalitete. Ne tashmë kemi lëshuar penalitetet e para, faturat e para të penalitetit për vonesat përkatëse. Por ajo çfarë është më rëndësishme të theksojmë është aeroporti do ndërtohet dhe do jetë operacional. Bekim Bici, Ora News. Zoti Ministër, ju para rreth një muaj keni inauguruar, le të themi, edhe pjesën e zgjerimit të lotit të parë, nëse mund të konsiderojmë të tillë, të autostradës Tiranë-Durrës, por krahas kësaj vjen një problematik për gjithë banorët e zonës. Këtë e them edhe vetë nga eksperienca ime. Nëse do duhet të kalosh nga njëra anë e rrugës në anën tjetër ku ti mund të kesh punën, mund të kesh shtëpinë apo ku diun, do duhet të bësh minimumi 2 apo 3 kilometra rrugë nga njëra anë dhe 2-3 nga ana tjetër nëse do duhet të kthehesh. Të vetmet mbikalime janë në zonën e Domjes, Bërxullës apo dhe Kasharit, ndërkohë mbikalimet e tjera që kanë qenë deri në pjesën afër pranë Casa Italias janë larguar. A kanë në plan për të rikthyer këto mbikalime për të ardhur në ndihmë edhe banorëve, pasi vlen të theksohet që ndoshta këtu edhe për shkak të mungesës së përgjegjësisë së tyre kanë ndodhur një sër aksidentesh pasi kanë tentuar të kalojnë në autostradë për t'i rënë shkurt, le të themi, për të shkuar tek familja e tyre, shtëpia e tyre apo në biznes apo punët që ato kanë. Faleminderit. Faleminderit. Të falenderoj për pyetjen. Së pari është evidente që një mbikalim është duke u ndërtuar, që është mbikalimi të një qendre përballë një qendre tregtare aty, që patjetër do krijojë mundësinë e kalimit të banorëve dhe sigurisht që jemi krejtësisht hapur që të ulemi dhe të shohim nëse ka nevojë shtesë për mbikalime, të ulemi me grupet e interesit dhe të shikojmë se cilat janë mundësitë. Ajo çfarë është e rëndësishme është aty puna po ecën. Ne kemi përfunduar 6 kilometrat e parë dhe nëse kam për çdo qytetar që kalon me automjet e konstaton që faza pasardhëse është në punime të avancuara. Ajo shkon deri, le të themi, kalon dhe mbikalimin e Kasharit, deri pothuajse te Casa Italia dhe bën përsëri dyfishimin e rrugës. Plani është duhet edhe të demolohet mbikalimi i Rinasit dhe të ndërtohet një mbikalim i ri me që të krijojë hapësirën e 4 kursive. E kemi të pamundur të punojmë për demolimin e atij mbikalimi gjatë sezonit veror, do filloj shumë shpejt menjëherë pas sezonit veror, pasi është pjesë e fazave të punimit që janë duke u ndërtuar gjatë kësaj kohe. Ndërkohë, gjatë kësaj periudhe dhe periudhës së sezonit veror, siç edhe mund ta shikojë çdo njeri, është duke u punuar me ritme shumë të këndshme për të përfunduar segmentin që thash, kalon edhe mbikalimin e Kasharit dhe shkon pothuajse deri te Casa Italia. Ndërkohë, ARSH-ja është duke punuar edhe me grupet e interesit për hyrjet e daljet të subjekteve tregtare në gjitha nyjet përkatëse, siç është nyja e Rinasit apo nyjet e tjera, sepse patjetër
ajo rrugë i shërben qytetarëve, por ne dim që aty ka dhe subjekte tregtare që janë të dyja krahët e rrugës dhe jemi duke marrë me vëmendje dhe duke i parë me vëmendje gjitha propozimet që na vijnë nga grupet e interesit. Të shpjegova, për mbikalimin të këmbësorët, është duke u punuar mbikalimi që është evident, që ka dhe një kufizim kursie, që është të një qendër tregtare. Në qoftë se ka nevojë për mbikalime tjera, krejtësisht dëshëmirës që tulemi të shikojmë se ku mund të shtohen mbikalime tjera. Po, aty kanë qenë 3 mbikalime, por kjo nuk në kupton që ato 3 mbikalime dhe ne e dim gjithë kanë qenë edhe të papërdorshme. Pra nuk kanë qenë të përdora. Dhe patjetër, siç e thashë edhe ju, edhe për shkak të, le të themi, papërgjegjshmërisë që qytetarët kanë për të kaluar nga njëri segmenti rrugës dhe duke bërë dhe aksidente. Dhe nëse ka nevojë për mbikalime tjera, hajde të ulemi të shikojmë sepse mund të shtohen gjatë rrugës. Faleminderit. Mirëmërdita, besoj që i dëgjuat vendimet e qeverisë sot. Unë kam dalë për një arsye tjetër që nuk ka të bëjë me mbledhjen e qeverisë, por ka të bëjë me një zhvillim që unë e konsideroj shumë pozitiv, lidhur me procesin e verifikimit të transakcionit për blerjen e tokës në Zvërnec, që do të thot me sqarimin e plot dhe përfundimtar të origjinës së fondeve të kaluara përmes bankës dhe me çlirimin përfundimtar të investitorëve që tani më janë dhe pronarë. Ndërkohë që nga ana tjetër, unë e konsideroj po ashtu shumë pozitive, që SPAK-u ka vendosur të mbaj të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi, për të cilin ka një proces hetimor. Kjo në këndvështrimin tim është shumë pozitive edhe për çdo që pretendon pronë në atë territor, sepse tani më çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur dhe profesional përmes SPAK-ut, dhe në të dyja rastet rezultati do të jetë një rezultat i padiskutueshëm nga pikpamja ligjore, ndërsa nga pikpamja e pretendimeve do t'i jap fund çdo spekulimi, çdo manipulimi, çdo pretendimi që nuk është i bazuar në ligj. Në rast se shitësi ka një origjinë legjitime të pronës, do marri parat, në rast se nuk e ka, natyrisht që parat do t'i mbeten Republikës së Shqipërisë dhe patjetër që ato do të përdoren për cilin do që do të provojë se pretendimin mbi pronën e ka të bazuar. Kështu që këtu merr fund çdo lloj shqetësimi i atyre që janë pretendent të sinqert të pronës dhe çdo kush tjetër që shfaqet si pretendent me Shqipërinë e shqiptarëve në gojë dhe me kurdisjen e duarve të tjera nga mbrapa, mund të vazhdoj të shfaqet, por nuk është më problemi ynë. Nëse ka pyetje, jam në dispozicion, por kam një kohë të kufizuar sepse kam një tjetër komunikim
që nuk mund ta lë me dikë jashtë vendit. Eksela Sheu, Euronews Albania, zoti Rama, një ditë më parë ju i bët thirrje protestuesve që të uleshit për dialog dhe të bisedonit. Por ata vijuan të protestonin në ditën e tretë përpara zyrës tuaj dhe deklaruan se pa dorëheqje nuk ka dialog. A keni ju një kundërpërgjigje për ta të cilët kanë lajmëruar sërish sot në orën 18 një tjetër protest? Dorëheqjen e kujt? Tuaj. Aha. Kam një përgjigje. Ti referohen arkivit të gjatë të këtij filmit vjetër, se tani më këtu s'ka asgjë tre. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa për tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj në çdo kohë, sepse ata nuk kanë dalë në protest për të zhvilluar një epizod të ri të një filmi shumë të vjetër. Kështu që ai film duhet ju tregoj të gjithëve që asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në thonjza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. Kush flet pastaj në emër të ndjenjave të vërteta për çfarë mund ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall në për rrugë, si ata çakejt e agimit të artë në Greqi që ulërinin në Greqi është e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë se ata nuk din çfarë bëjnë, s'janë fare subjekt për mua. Zoti Kryeministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, ne patëm mundësi të njeheshim me qëndrimin tuaj pas protestës në selinë e Partisë Socialiste. Ju përmendët edhe tani agimin e artë. Sa të angazhuara kanë qenë institucionet ligjzbetuese shqiptare për të provuar nëse ka patur ndërhyrje nga shtetet huaja apo vende jo dashamirëse me Shqipërinë? Kush nuk ka kuptuar akoma këtë, nuk ka për ta kuptuar as me fjalën e agjencive ligjzbatuese, por ju e dini të paktën dihet botërisht, sepse për këtë jemi të respektuar edhe brenda NATO-s, kemi një nga mbrojtjet më të forta kundër terrorit kibernetik, dhe që do thot kemi një pasqyrë shumë të plot se nga vinë e ku shkojnë, por natyrisht ky nuk është një territor i terrorit kibernetik, ky është një territor i luftës hibride që zhvillohet, për cilën kemi dëgjuar nga vende tjera dhe e cila ka ardhur edhe këtu në vendin tonë. Janë të panumërta burimet e botës demokratike që kanë nxjerrë raporte dhe studime se si forcat kundër Bashkimit Evropian, forcat kundër zhvillimit të vendeve që i duan nën sqetull apo që nuk i duan të forta, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situata të saj natyre duke përdorur në rast të parë çështjet e ambientit. Sepse tek çështja e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështja e ambientit ndodh pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezërit e agimit të artë që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit të artë në emër të Shqipërisë së shqiptarëve, me shqiptar, vajza, djemë, të reja të rinj,
me qasje atë dhe dashurie ndaj natyrës, të cilët ndjehen të lënduar. Dhe pikërisht këtë din këto forcat që bëjnë gjëra të tilla. Kjo është një luftë hibride, po nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbarojë dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë, për të rritur Shqipërinë në të gjitha aspektet, po natyrisht edhe në aspektin kryesor që është ekonomia, sepse ignoranca nuk është asnjëherë argument. Dhe unë duke qenë se i druhem shumë ignorancës time për shkak se më duhet flas për shumë fusha, për shkak detyrës, të cilat nuk kam se si t'i njoh vetvetiu, dhe as nuk mund të shkoj mbas beri hajt, lexoj shumë, mësoj shumë, sepse mbaj përgjegjësi për ato që them. Dhe nga ana tjetër, duhet të përballemi me njerëz që thonë, po për çfarë na duhen ne rezortet luksoze, se ato nuk janë për ne. Në fakt, e kundërshta vërtet. Rezortet luksoze janë ato që sjellin të ardhurat më të larta në ekonomi nga turizmi. Dhe këto janë shifra, dhe për këto nuk ka nevojë të ndigjoni mua. Madje tani që të rinë kanë edhe ChatGPT-n apo të tjera platforma të inteligjencës artificiale, mund t'i pyesin. Dhe t'i thonë, unë jam një shqiptar që nuk kam të ardhura nga familja ime, dhe familja ime nuk i ka të ardhura për shkuar në një resort luksos, pse duhet unë ta pranoj ndërtimin e resortit luksos? Dhe do marri përgjigjen që resorti luksos prodhon të ardhura edhe për të, sepse është diçka e studiuar dhe e bazuar në fakte, e nënvizuar nga organizatat më serioze ndërkombëtare, që €1 që hyn në një resort luksos shoqërohet me 1.6 deri në €2 që hyn në ekonominë lokale të atij vendi. Se resorti luksos nuk ndërtohet në hënë, ndërtohet në një realitet rreth cilit ka njerëz. Dhe është një realitet ku vinë njerëz, të cilët konsumojnë produktet rreth rrotull, të cilët shfrytëzojnë shërbimet rreth rrotull. Dhe të cilët kontribuojnë në ekonominë e vendit, sepse rritja e të gjithë zinxhirit ekonomik sjell dhe rritjen e të ardhurave për shtetin. Dhe nga ato të ardhura, shteti paguan pagat e pensionet dhe nuk ka nevojë për të qenë shkencëtar, as për të studiuar inxhinieri mjedisore apo për të studiuar makroekonomi, mjafton të shikojnë Malin e Zi. Dhe pyetja shumë e Mali i Zi nuk prodhon raketa, Mali i Zi nuk prodhon makina, Mali i Zi nuk ka ndonjë sektor aq të suksesshëm të teknologjisë digjitale si vendet tjera. Çfarë prodhon Mali i Zi? Cili është motori më i madh ekonomik i Malit të Zi? Turizmi. Atëherë si shpjegohet që në Mali të Zi prej kohësh pagat janë më të lartat në rajon me diferencë të madhe? Ne kemi filluar tani që t'i afrohemi Malit të Zi, se kemi qenë mysybet në raport me Malin e Zi. Si shpjegohet që pensionet në Malin e Zi janë në një nivel tjetër? Përgjigja shumë e thjeshtë. Rezortet luksoze. Kaq e thjeshtë është. Kështu që nuk kam asnjë dilemë për këtë dhe nuk kam asnjë arsye që të mendoj se me vetdijen time Shqipërisë i duhet hequr qafe ky projekt. Syri Televizion, kisha dy pyetje zoti kryeministër. E para, ju thatë që jeni kryeministër i votuar nga shqiptarët, patjetër, po besoj dhe qytetarët që protestojnë në bulevardin pas krave tonë, dhe ato janë qytetarë shqiptarë. Si kryeministër besoj që një pjesë të mirë qytetarëve keni detyrimin t'i thoni se kush po i shtyn këto qytetarë që të protestojnë
me që ju thoni që ka forca terta apo persona të tjerë mbrapa që i shtyn. Dhe pyetja e dytë, përveç kërkesës për dorëheqje dhe thirrjes për dorëheqje, nga protestuesit është artikuluar dhe fjala burg. Ju nëse do të ishit në kushtet... Fjala çfarë? Fjala burg. Burg për kryeministrin, nëse ju do të ishit në kushtet midis burgut dhe dorëheqjes, do të jepni dorëheqje për shmangur këtë fundit? Tani unë nuk do të përgjigjem, sepse po të përgjigjem do konsiderohem si njeri që nuk respekton mediat. Kështu nuk kam përgjigjem për këtë pyetje, sepse kjo pyetje nuk është pyetje. Fare. Kësaj pyetje i mungon çdo lloj etike. Ndërsa, për sa më takon, unë e di shumë mirë që ata që vinë protestojnë janë shqiptarë. Dhe unë nuk u përgjigja ndaj shqiptarëve që vinë protestojnë, u përgjigja ndaj atyre që thonë ne duam dorëheqjen pa kushte, duke thënë që unë nuk kam fare ftesë për ta. Nuk janë ata që kam ftuar unë, se unë e di se cilët janë ata, unë e di se si funksionojnë ata, dhe ata janë pjesë e manipulatorëve. Ndërkohë unë e kam me ata që janë pjesë e asaj turme, ose ati grupin bulevard, që nuk kanë lidhje me këta të parët, që nuk dalin në bulevard për të kërkuar dorëheqjen time. Për sa i përket burgut, kjo është një temë që meriton vetëm një koment nga ana ime. Koha kur njerëzve u tregoi burgu në për rrugë, është një kohë të cilën e kemi lënë shumë pas. Dhe unë jam njeriu që me krenari kam udhëhequr betejën më të madhe historike të shqiptarëve dhe të Shqipërisë për shqiptarët dhe për të gjithë të tjerët njësoj, duke i hapur rrugë reformës në drejtësi, duke i dhënë jetë një strukture e cila është tërësisht e pavarur nga unë dhe e cila bën punën në shërbim të drejtësisë. Kështu që janë gjëra tërësisht të ndara. Dhe kjo është prap pjesë e spekulimeve dhe e manipulimeve, por unë kam parë shumë nga këto, edhe këto së më bëjnë përshtypje fare. Janë film shumë i vjetër që ka gjithmonë një në fund. Dhe ajo që më vjen keq me ata që vazhdojnë i shkojnë nga mbrapa, atyre honxho-bonxhove të tjerë që janë në ndritarësit profesionist të Shqipërisë, është që janë njësoj si ata që shkojnë të njëjti film dhe mezi presin që fundit jetë ndryshe dhe që personazhi i tyre të triumfoj. Nuk ndodh kjo. Është një film me fund që e kam parë gjithë. Pyetje tjetër ka? Sa minuta? E mirë, ju përgjigja më të rëndësishmëve, kështu që faleminderit dhe shumë falë.